Edhe një lajm tjetër kulturor në Itali, festivali Urat apo I Ponti sjell artin dhe kulturën shqiptare në Asti, në ambientet e Fondacionit Gorja në qytetin e Astit. Do të organizohet në datën 18 dhe 19 prill festivali Urat, një aktivitet I dedikuar artit dhe kulturës shqiptare në Itali, nisma e promovuar nga Qendra Artistike dhe Kulturore Shqiptare Margarita Xhepa, ideuar nga Fatmir Gjata, vjen pas suksesit të aktiviteteve të mëparshme dhe synon shërbesi urlise mes kulturave shqiptare dhe italiane. Për 2 ditë Asti do shndrohet në një qendër takimi kulturor ku letërsia, arti pamor, muzika e tradita ndërthuren me një program të pasur me fokus simbolikën e urës. Në seksionin letrar, emrat njohur si Besnik Mustafaj, Luan Rama, ndërsa një rol të rëndësishëm do kenë dhe poetët diasporës, mes tyre Denata Ndreca. Më 19 prill fokusi do të jenë artet pamore me pjesëmarrjen e artistëve të njohur si Agim Sula, Elidona Liti, Alketa Birçaj dhe Ylli Plaka. Paralelisht me diskutimet, publiku do të ketë mundësi të ndjekë dhe ekspozitat e pikturës dhe fotografisë, si dhe një ekspozitë të kostumeve etnografike shqiptare të kuruara nga Ilir Shahini dhe Elida Gjinaj.